Moderatori Ledion Liço u ka dhënë fund spekulimeve në media lidhur me jetën e tij personale dhe të ardhmen për drejtimin e Big Brother VIP Albania. Zërat për Ledion Liçon u ndezën pas një videoje ironike të ish-banorit të Big Brother, Xhum Allushi, i cili la të kuptohej se Ledioni ishte ndarë nga partnerja e tij, Sara Hoxha. Xhumi u shpreh: "Po mua më kanë thënë që ti të kalon gruaja, ku të gjesh lekët për bukti?" Pas kësaj, në rrjet qarkulluan spekulime nëse Ledioni do të vazhdonte apo jo drejtimin e Big Brother. Për t'i dhënë fund aludimeve, Ledioni ka postuar në Insta Story thënien e njohur nga Game of Thrones: "Një Luan nuk shqetësohet nga mendimi i deleve." Ai e shoqëroi këtë citim me frazën "Winter is coming", dimri po vjen, e cila u interpretua edhe si paralajmërim për nisjen e edicionit të 5 të formatit. Ky postim, duke përdorur fjalët e personazhit Lord Tywin Lannister, shërben si një përgjigje e fortë ndaj atyre që spekulojnë për jetën e tij, duke treguar se ai nuk i merr seriozisht tashethemet dhe po vazhdon me planet e tij profesionale.